Gjykata kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka vendosur pezullimin nga detyra të zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë, Belinda Balluku, duke argumentuar se ekziston rreziku që ajo të ndikojë në prishjen e provave dhe të përsërisë veprën penale për cilën është marrë pandehur. Sipas vendimit të gjykatës, për shkak të funksioneve të larta shtetërore që ushtron Balluku, ekziston rrezik real që ajo, së bashku me dy varësit e saj, të ndërhyjnë në dokumentacionin e institucioneve përkatëse dhe të vështirësojnë hetimet e SPAK. Në rastin konkret, për shkak të rrethanave të faktit dhe personalitetit të pandehurve të sipërcituar, duke qenë në ushtrimin e funksioneve respektive të tyre për shkak detyrës, ekziston rreziku që ata të kryejnë krime të njëjtit lloji me atë për cilin po procedohen. Kjo lidhur me rrethanat e veprimeve të kundërlidhshme të pandehurve në disa procedura prokurimi, si dhe nisur nga fakti se të pandehurit menaxhojnë në vazhdim fondet publike për investimet publike të tjera të parashikuara për institucione qendrore që ata drejtojnë, thuhet në vendimin e GJKK. Gjykata argumenton edhe për ndalimin e daljes jashtë shtetit, ku sipas saj ka rrezik për largim dhe këtë e mbështet në marzhin që parashikon vepra si dënim nga 1 deri në 5 vjet burgim. Gjykata vlerëson se në rastin konkret, ekziston rreziku i largimit të pandehurve të sipërcituar, nisur nga sanksioni dhe marzhi i lartë që parashikon ligji për veprën penale që ata dyshohen, konkretisht nga 1 deri në 5 vjet burgim për veprën penale të parashikuar nga neni 258 i Kodit Penal, duke marrë parasysh rrethanën se të pandehurit dyshohen për këtë vepër penale të kryer 2 herë dhe në bashkëpunim. Për shkak të postit që Balluku dhe 2 varësit e saj kanë, GJKK thot se rreziku për prishjen e provave është i madh, deri në vështirësi të mbledhjes së tyre nga SPAK. Ekzistojnë shkaqe të rëndësishme që vënë në rrezik marrjen ose vërtetësinë e provës në funksion të hetimit të kësaj çështje, pasi për shkak të detyrës që ushtron e pandehura Belinda Balluku, aktualisht me funksione të larta shtetërore, zëvendës kryeministër i Republikës së Shqipërisë dhe ministri i Energjisë dhe Infrastrukturës, por edhe të pandehurit e tjerë, Gentian Gjyli, aktualisht me detyrën e drejtorit përgjithshëm të Autoritetit Rrugor Shqiptar, Fral Delezi, me detyrën e administratorit të Korporatës Elektroenergjetike Shqiptare, ekziston mundësia që ata të mund të ndërhyjnë dhe të ndikojnë në prishjen ose argjësimin e provave, në krijimin e rrethanave që vështirësojnë mbledhjen e provave. Kjo nisur nga fakti që organi procedues po verifikon çdo dokumentacion të administruar nga institucionet përkatëse, citohet në vendimin e GJKK. Nga entja, Belinda Balluku nuk mund të ushtrojë më asnjë kompetencë si zëvendës kryeministre dhe ministre infrastrukturës dhe energjisë. Nesër në orën 1 zhvillohet seanca gjyqësore për masat e sigurisë ndaj saj dhe 2 varësit. Me këtë vendim të GJKK, Balluku është pezulluar nga detyra, pasi është marrë pandehur për ndërtimin me vlerë 190 milion euro të tunelit Llogaras dhe dyshohet edhe për tenderin 21 milion euro të ndërtimit të lotit 4 të Unazës së Madhe Tiranës. Kërkesa u bën nga prokurori Dritan Prençi dhe pas pranimit nga gjykata, Balluku të shmarë pasaporta duke ndaluar të lëvizë jashtë vendit. Përveç numër 2 të qeverisë, GJKK caktoi arrest në shtëpi për bashkëpunëtorët, kreun e Autoritetit Rrugor Gentian Gjyli dhe Ral Delezi, drejtori kesh, për të 2 tenderet me vlerë totale 220 milion euro. SPAK thot se Balluku paracaktoi fituesin përmes mbikëqyrjes dhe ndërhyrjes në vazhdim gjatë gjithë procesit të zhvillimit të garë.